Teatri Kukullave është shndërruar nga kjo e premte në një skem plot jetë, zëra dhe sy fëmijësh të gëzuar që kërkojnë me padurim nisjen e aventurës së kafshëve të xhunglës. Përralla më e dashur për vogëlushët, Libri i xhunglës vjen i realizuar me kukulla gjigande anatomike duke sjellë një eksperiencë 360 gradë në të gjithë skenën. Historia nis me Moklin, foshnjën që gjendet i vetëm në xhungël dhe rritet nga ujqërit. Ai mëson të jetojë mes kafshëve dhe natyrës duke bërë miq të pazakont. Por xhungla nuk është vetëm një lojë, ajo vjen në të gjitha dimensionet e saj nga regjisorja Ina Morina. Është një sfidë shumë e madhe, qoftë nga aspekti regjisorial, qoftë nga aspekti aktoresk, por sidomos nga çështjet teknike, të cilat janë risi për herë të parë, dhe mund të përmend këtu kukullat, të cilat janë anatomike dhe përafrojnë me përmasat e kafshëve reale. Kjo nuk është vetëm një shfaqje, është një eksperiencë e cila duhet jetuar me patjetër. Është ruajtur pralla klasike përveç fundit të pjesës. Në skenë çdo episod i kësaj aventure është i shoqëruar me kukullat e realizuara në detaje, të cilat përcjellin mesazhe me humor, muzikë dhe argëtim. Humbjet, triumfet, frikat dhe guximin ndërthuren derisa miqësia dhe dashuria i japin fund frikës. Pak a shumë e njëjtë është historia, por e kanë më afër. Është në teatr dhe besoj aty do kuptohet çdo gjë që miqësia është ajo që triumfon, të kujdesesh për shokun, për shoqen. Dhe kjo është pak a shumë i gjithë mesazhi i veprës. Interaktiviteti fillon që kur voglushi do futet në skenë edhe do shofi sikur do futet brenda në një xhungël. Në fund Sherkani mposhtet nga Mowgli, i cili u bën thirrje të gjithë kafshëve, sidomos ujqërve, dhe ai përdor një shprehje shumë të bukur që thotë sepse forca e tufës është ujku dhe forca e ujkut është tufa. Pra gjithë bashk mund t'ja dalim. Libri i xhunglës është një shfaqje për rritjen, për besimin dhe guximin, një histori që fëmijët e duan, por që edhe të rriturit e lexojnë në mënyrën e tyre. Ndaj, do të jetë në repertorin e teatrit gjatë fundjavave, ndërsa janë planifikuar edhe shfaqje të dedikuara për kopshtet dhe shkollat. Nëse fitoj do t'rregoj që udhëheqja ime ka ende